Naim Murseli, i dyshuari kryesor për vrasjen e Liridona Ademajt, është deklaruar i pafajshëm. Gjithashtu, ai ka thënë se nëse vërtetohen pretendimet e prokurorisë, ai vetë do të kërkojë dënim të përjetshëm për veten. Unë deklarohem i pafajshëm. Sa i përket aktakuzës, dua të shtoj se nëse të vërtetohen pretendimet e prokurorisë, për veten time do të kërkoj dënim të përjetshëm, deklaroi Murseli. Kushtrim Kokalla është deklaruar i pafajshëm, ndërkaq Granit Plava është mbrojtur në heshtje. Detaje nga vrasja e Liridonës, bashkëshorti kishte dhënë 15.000 euro paradhënie, e ndihmoi edhe nipi, çifti kishte aplikuar për divorc. Policia e Kosovës ka gjetur dhe sekuestruar pistoletën që u përdor për vrasjen e Liridona Murselit, 10 fishek dhe automjetin në të cilën e vranë ekzekutorët. Rasti është referuar në prokurori si vrasja e rëndë, ndërsa deri më tani janë arrestuar 3 persona, mes tyre bashkëshorti i viktimës, Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla. Murseli dyshohet se e ka paguar Granit Plavën 30.000 euro për vrasjen e gruas së tij, ndërsa sikur se shkruan Gazeta Ekspres, 15.000 ja kishte dhënë para vrasjes dhe 15 të tjera doja jepte në përfundim të krimit. Plava e ka pranuar fajsim për vrasjen e 30 vjeçares, duke thënë se Naim Murseli e kishte porositur vrasjen, ndërsa edhe ky i fundit raportohet ta ketë pranuar fajsin. Pas arrestimit të tyre, policia dhe prokuroria e shtetit kanë dalë me një komunikat të përbashkët, ku u tha se ata janë arrestuar në Gjakov dhe se është sekuestruar arma me të cilën dyshohet se është kryer krimi. Prokuroria themelore në Prishtinë njofton opinionin publik se në koordinim me policinë e Kosovës, në vazhdën e veprimeve hetimore të ndërmarra në mënyrë intensive, lidhur me rastin e datë 29 nënor 2023, i cili është vlerësuar fillimisht si grabitje me pasoja të vrasjes, ku ka mbetur e vdekur një grua, ka rezultuar me arrestimin e 2 të dyshuarve. Të përfshirë në këtë rast, sipas urdhëresës së prokurorit të shtetit dhe me aprovim të gjyqtarit të procedurës paraprake, njësitë i hetimeve të përgjithshme të Prishtinës në kuadër të policisë së Kosovës kanë realizuar bastisje në 2 lokacione në Gjakov, me që rast nga ky aksion janë arrestuar personat GP, Dorasi dhe NM, bashkëshorti i viktimës, të dyshuar në vrasjen e viktimës, si dhe është sekuestruar arma e cila dyshohet të jetë përdorur në këtë rast, thuhet në njoftim. Lidhur me vrasjen e Liridonës, është arrestuar edhe Kushtrim Kokalla, nipi i Naim Murselit, i cili është pjesëtar i Forcës së Sigurisë së Kosovës. Për rastin ka reaguar ministra e Drejtësisë Albulena Haxhiu, e cila ka thënë se ky krim nuk do të mbetet pa u ndëshkuar. Ajo tha se Murseli ishte përpjekur ta fshihte krimin e rënd, duke thënë se kishte rënë prej një grabitjeje. Sipas Gazeta Ekspres, Naimi dhe Liridona kishin bërë një kërkesë të përbashkët për divorc përpara autoriteteve suedeze në janar të vitit 2019. Megjithatë, divorci s'kishte ndodhur, pasi brenda periudhës 6 muaj deri në 1 vit, të asaj që cilësohet periudhë konsiderimit apo shqyrtimit, asnjëri prej tyre nuk ishte shkuar për të konfirmuar divorcin. Gjykata e qarkut të qytetit Udevalla, me 24 shkurt të vitit 2020, kishte marrë vendim për të pushuar çështjen nga procedimi mëtejshëm. Si ndodhi ngjarja? Krimi i rënd ndodhi mbrëmjen e 29 nëntorit rreth orës 20:26 në rrugën Dali Palshik në Prishtinë. Rasti fillimisht u raportua si grabitje me pasoja të vrasjes, bazuar në rrëfimin e Naim Murselit. Policia tha se viktima ka qenë në vetur me bashkëshortin dhe 2 fëmijët, kur një person i panjohur i armatosur i ka ndaluar dhe u kërkua të gjitha gjërat me vlerë dhe pastaj ka qelluar me armë zjarri. Por, me arrestimin e bashkëshortit të viktimës, ngjarja merr kthes të madhe. Por, çfarë në të vërtet fshihet pas vrasjes së Liridonës? Janë ngritur shumë pista të ndryshme, të cilat asnjëherë nuk u zbardhën. Disa gazetarë kanë pretenduar se vrasja e Liridonës implikon në mënyrë indirekte edhe persona të njohur nga jeta publike, por këto pretendime asnjëherë nuk u vërtetuan.